Po, kur Allahu e urdhëroi Ibrahimin, Kuptimet të larta, synimin madhështore dhe urtësi. Kuptimi i parë i Bajramit është tauhidi i Allahut, sepse mbajtja e lidhjeve familjare është shenjë e shpirtit të mirë dhe mendjes së mençur. I afër me yt është një copë Tekbire të tjera, më pas do vazhdoj me surën Fatiha dhe një surë tjetër. Rekatën e dytë. jemi të porositur që të jemi të devotshëm. Devotshmëria është një fjalë gjithëpërfshirëse e Vera ndaj prindërve dhe këputja lidhje familjare sjellën me shpejtësi ndëshkim, si në dynja gjithashtu edhe në ahiret. Ata e falenderojmë dhe vetëm për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun